Dy javë pas vrasjes së 29-vjeçarit Ermir Dedja në lagjen 18 në Durrës, identifikohen dhe 3 persona të tjerë që dyshohet se kanë siguruar makinën me të cilën u ekzekutua njeriu. 2 prej tyre janë vënë në pranga, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Me identifikimin e tyre ka shkuar në 5 numri i personave të vënë akuzi të përfshirë në këtë ngjarje, mes tyre dhe një shtetas maroken që sollin në Shqipëri makinën tip Saat, me të cilën u krye krimi. Këta persona sipas grupit hetimor kanë kontrabanduar në Shqipëri në muajin shkurt 2 automjete tip Saat të ngjashme me njëra tjetrën, njëra prej të cilave u përdor në vrasjen e Ermir Dedjes, ndërsa tjetra që shihni dhe në këtë foto dyshohet se do të përdorej për një tjetër ngjarje kriminale. Ky automjet është futur në Shqipëri nga një shtetase rumune, e cila me deklarimet e saj ndihmoi hetuesit për të rënë në gjurmët e personave të identifikuar. Nga verifikimet, policia ka zbuluar se 3 personat që janë shpallur në kërkim ndodhen jashtë vendit, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e autorëve të vrasjes.